është humbje e madhe që ky muaj të kaloj dhe tek ne të mos ndryshoj asgjë. Ndryshimi nuk është vetëm të agjeroj gjatë ditës dhe pas Ramazanit të kthehet ashtu siç ka qenë më herët. Ndryshimi nuk është vetëm ta lëm ushqimin, por t'i lëm mëkatet, të ndryshojmë moralin ton në shtëpitë tona, në marrëdhëniet tona me të tjerët, e kështu me radhë. Ramazani është shkollë, ai që diplomohet në të e merr diplomën me vete për gjithë pjesën tjetër të vitit. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar xhamatli, muaji Ramazanit është muaji i ndryshimit, është muaji i përmirësimit dhe i rregullimit të jetës. Në këtë muaj ndryshojnë moralet, përmirësohen zakonet, shumëfishohen veprat e mira dhe shpërblimi i tyre. Është muaj që nuk i ngjan asnjë muaj tjetër. Në Ramazan ndryshon gjuha e njeriut, të folurit e tij. Para Ramazanit ndoshta ke fol fjalë pa i menduar mirë. Tani kujdesesh nga frika se mos po të paksohet shpërblimi i agjerimit. Zemrimi shndërrohet në durim, armiqësia në falje, ashpërsia në mëshirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka udhëzuar në këto që i përmendëm dhe i kuptojmë prej fjalëve të tij ku thot: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. Nëse agjeron ndonjë prej jush, mos të flas fjalë të pahishme, mos të bërtas, mos ta ngres zërin para të tjerëve. Nëse dikush e fyen apo e sulmon, le të thot unë jam agjerues, sepse agjeruesit nuk i ka hije të fol fjalë jo të bukura dhe të vërtet. Agjeruesi vërtet nuk agjeron vetëm nga ushqimi dhe pija, por agjeron edhe nga gabimet dhe mëkatet. Ai agjeron nga përgojimi, nga bartja e fjalëve, nga gënjeshtra, nga shpifja dhe çdo gjë që është e keqe. Ramazani është ndryshim i zemrës para se të jetë ndryshim i sjelljes. Në zemër, një zemër që ishte angazhuar vetëm për këtë botë, kthehet dhe lidhet për botën tjetër. Një zemër që ishte e ashpër, zbutet me leximin e Kur'anit, edhe me namazin, sidomos me namazin e natës. Allah i madhëruar thot: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin është zbritur Kur'ani, udhëzim për njerëzit. Kur'ani në Ramazan nuk është vetëm leximi i shkronjave, por është marrje mësimi dhe përfitimi. Pra leximin e Kur'anit që e bëjmë, mos ta marrim vetëm si recitim dhe pa u munduar të marrim mësime prej mësimeve, prej ajeteve dhe fjalëve të tij. Patjetër, shpërblimin e ka çdo shkronjë që lexohet. Mirë po ajo që bën ndryshime në shpirtin e njeriut, në moralin e tij, në sjelljen e tij, në imanin e tij është kuptimi i ajeteve. Ndryshimi fillon nga brenda, nga pastrimi i jetit, dhe besimtari duhet ta bëj që Ramazani të jetë pikë kthese në jetën e tij. Mos të jetë vetëm një stacion që kalon shpejt. Ramazani na mëson disiplinën dhe na kujton se jemi të aftë dhe mundemi që për hir të Allahut ta lëm dhe ta braktisim edhe halalin. Haja dhe pija
nuk është haram. Mirë po Allahu Azza wa Jall po na teston me Ramazan dhe atë po na ndalon. Dhe çka besimtari bën sabër edhe ndalet prej halalit, që në bazë është halal. E si mos ndalet nga harami gjatë muajit Ramazanit apo pas tij? Do të mësohet njeriu, besimtari, ashtu si e kontrollon veten e tij me u ndal prej halalit dhe gjërave të mira, ma lehtë është me u ndal prej haramit dhe gjanave të këqija. Besimtari e lë ushqimin dhe pijen për shumë orë për hir të Allahut, a nuk është i aftë ta lë të keqen, të shëmtuarën, ta lë haramin për hir të Allahut pas Ramazanit? Ai që ka stërvitur veten 30 ditë me durim, nuk i ka hije të kthehet në gjendjen që kishte para Ramazanit. Imam Ibn Qayyim, Allahu mëshiroft, ka thënë: agjerimi është freni i të devotshmëve dhe stërvitja e njerëzve të mirë. Me Ramazan stërvitemi që të ndalohemi prej gjanave që Allahu Azza wa Jall na i ka ndalu. Dhe i kemi ma lehtë, sepse mëshira e Allahut zbret, shejtanët janë të lidhët, dhe i keni dëgju hadithet e prioriteteve dhe të mirave të Ramazanit. Kur njeriu i bën këto në Ramazan, ai duhet vazhdoj edhe pas Ramazanit. Agjerimi është edukim praktik i shpirtit, e thyen epshin, e zbut natyrën e egër dhe e lartëson shpirtin. Hasan al-Basriu rahimahullah ka thënë: Allahu e bëri Ramazan një fush gare për krijesat e tij, ku ata garojnë në respektimin e ligjeve të tij, disa shpejtuan dhe fituan, ndërsa të tjerët mbeten pas dhe humben. Sa shumë njerëz kanë hyrë në Ramazan me zemër të rënduar nga mëkatet, nga gjunahet, nga haramet, dhe elhamdulillah dalin nga Ramazani me zemër të pastër. Sa shumë njerëz kanë qenë larg Allahut dhe janë kthyer në rrugën e tij gjatë këtyre ditëve. Është humbje e madhe që ky muaj të kaloj dhe tek ne të mos ndryshoj asgjë. Ndryshimi nuk është vetëm të agjeroj gjatë ditës dhe pas Ramazanit të kthehet ashtu siç ka qenë më herët. Ndryshimi nuk është vetëm ta lëm ushqimin, por t'i lëm mëkatet, të ndryshojmë moralin ton në shtëpitë tona, në marrëdhëniet tona me të tjerët, e kështu me radhë. Ramazani është shkollë, ai që diplomohet në të e merr diplomën me vete për gjithë pjesën tjetër të vitit. Ramazani është një stacion ku zemra furnizohet me iman. Nëse nuk e furnizojmë zemrën tonë në këtë muaj, atëherë kur do ta bëjmë këtë? Ramazani është një mundësi për ta ndryshuar natyrën dhe sjelljen tonë. Ta bëjmë zemrimin apo ta ndryshojmë, ta çojmë veten tonë nga zemrimi në durim, nga ashpërsia në mëshirë, nga përgojimi në përmendjen e Allahut, nga e keqja në bamirësi. Ramazani është një mundësi që nuk zaventësohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: raghima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu. I turpruar dhe i poshtruar qoftë ai njeri tek i cili arrin Ramazani dhe kalon para se të i falen atij mëkatet. U bëjmë thirrje të gjithë atyre që e kanë rënduar veten me gjunahe dhe mëkate. U bëjmë thirrje të gjithë atyre që janë larg apo janë larguar që një kohë të gjatë nga rruga e Allahut. U bëjmë thirrje atyre që dëshirojnë një fillim të ri. Allahu të thërret, Allahu të pret. Dera e pendimit është e hapur, dyert e xhennetit janë të hapura, shejtanët janë të lidhur, veprat e mira shumë fishohen, lutjet
pranohen, mos i humb këto mundësi. Mos i humb këto mundësi. Shfrytëzoje këtë muaj të madhërisëm për të u përmirësuar. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum.